Një ditë pas zgjedhjes, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti ka uruar Bedri Hamzën për zgjedhjen e tij si kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Kurti e ka vlerësuar këtë proces si dëshmi të pjekurisë politike, duke theksuar se bashkëpunimi mes partive është në shërbim të interesit publik dhe të vullnetit të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ai ka bërë thirrje për unitet politik, duke kërkuar që partitë të tejkalojnë ndarjet dhe të punojnë bashkë për zhvillimin, drejtësinë dhe të ardhmen e përbashkët të vendit. Në anën tjetër, Bedri Hamza është shprehur i gatshëm për bashkëpunim, duke theksuar se PDK do të jetë forcë konstruktive në jetën politike të Kosovës. A mendoni se do të mund të ketë koalicion mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Vetëvendosjes?